apo tek ata që po kalojnë formën më të mirë, se Muçi po spikat, një formë të shkëlqyer. Gjithashtu dhe Mehmeti. Pra, ku duhet bazohet, tek momenti apo përvoja? Ky është një moment i veçantë që domethënë në futbollin shqiptar nuk ka ndodhur ndonjëherë. Kemi për herë të parë dhe sigurisht dilemat janë të mëdha. Si rregull, kur mëson futbollin, thuhet që në ndeshje të tilla është mirë që të jenë lojtarët që kanë eksperiencën më të madhe, kanë përvojat dhe i përjetojnë më lehtë situatat e vështira që krijohen. Mirë po, dhe fakti që futbollistë të ndryshëm janë në një kondicion shumë të mirë sportiv, si në rastin e emrave që ju përmendët, Muçi dhe Mehmeti të tjerë me radhë, është e domosdoshme të ketë një kombinim midis vlerave të skuadrës dhe atyre që sot janë duke ecur, duke u ngritur me shpejtësi të madhe, siç është rasti të dy çunave. Unë them që Silvinho, që deri tani ka vepruar shumë mirë, do ta kapërcej edhe këtë me sukses. Mendoj se do të ketë një kombinim të lojtarëve me përvojë që kemi ne në skuadër, që nga Hysaj, Gjimshiti, Ismaili, Mita, se tani dhe Mita quhet, është vërtet i ri në moshë, po ka mbi shpinë ndeshje shumë të rëndësishme dhe ka qenë shumë i suksesshëm. Sheu, qoftë edhe Sheu, është bërë, ndoshta mund të themi që ishte i ri para një viti, apo një vit e gjysmë, po sot Sheu është një lojtar i domosdoshëm në fushën tonë. Kështu që kombinimi këtyre lojtarëve me Mehmetin që dhe me Muçin që kanë treguar në këtë periudhë nga fillimi i këtij kampionatit vlera shumë të mira, kanë qenë tepër të rëndësishëm në skuadrat e tyre. Unë them që është një plus shumë i madh për ne dhe besoj që Silvinho do të di ti vendosi, të bëjë një vendosje të dur në të skuadrës sonë. Ndryshe nga ndeshjet e kaluara ku mbrojtja mes fusha në shumicën e ndeshjeve eliminatore kanë qenë top. Ne kemi pas alternativa të rrallë, edhe po sërish nga ndeshjet e kaluara problemi ka qenë gjithmonë dilema tek broja, kurse me dëmtime të shumta. Në këtë rrallë tani problemi kryesor është faza e sulmit, se broja s'është në 100% e vet, edhe mana i dëmtuar me Dakun. Tani vishet do ketë një riformulim total të sulmit. Kush duhet të jetë në mendimin tuaj në maj edhe nga krahët? Po, ashtu siç e nisëm bisedën, duke qenë që mbrojtjen e kemi më të konsoliduar apo kemi një numër më të madh futbollistash që për fat të mirë janë edhe titullar në skuadrat e tyre, qoftë Gjimshiti, qoftë Ismaili, vetëm vërtet është një ekip shumë të mirë. Hysaj po ka më pak minuta. Tu ka rënë tek përvoja pastaj, tek eksperjenca. Pra, kemi të përvoja. Ndërsa sulmin e kemi të tillë. Broja ishte një moment që u duk se e ka përdzeu, filluai të luajte Burnley, të aktivizoi. Mirë po kaloi atë defektin dhe na është rikthyer prapë në gjendjen e parë. Kështu që nuk e di nëse Silvinho do ketë kurajon që ta fusi drejt për drejt brojën, sepse Muçi ka treguar që është një lojtar shumë i rëndësishëm dhe shumë efikas në shurlëm. Dhe nëse ne e vendos Muçin në krye të sulmit, unë them për mua ky është mendimi im, do të jetë gjë shumë pozitive, sepse ai djali është në kulm të formës tani. Ka pozicionin e tij natyral aty ai, sepse në Turqi sikur luan brapa më duket. Po ti vini re Muçi në përgjithësi është nisur nga thellësia e krahut të majt në përgjithësi dhe depërton në qendër. Po Silvinho mund ta gjej, mund të përdori përpara kaçës së mbrojtjes, mund të përdori shumë mirë Laçin edhe Shehun. Apo ndoshta ne kemi edhe ai s'është në formë kush e di. Edhe Aslani ka kaluar ato. Pastaj rrugës me të parë dhe me të bërë, unë kam konsideratat veçanta për Nedimin, për Nedim Bajramin, po dhe Nedimi ka qenë një hope. Festivalin e Skocisë. Pra, dhe atje ka momente që tregohet ashtu siç është, se nga ana sportive është lojtar klasi, po ndoshta ti mungon kondicioni i nevojshëm fizik që të ketë vazhdueshmëri. Ai ka shumë lëkundje në paraqitje në formën e tij, por si lojtar, si individ ka vlerat veçanta, do thosha. Dhe
ndoshta mbetet i detyruar që të aktivizoj Muçin në atë rol, pasi mungesa e Manajt, po duket që është shumë e rëndësishme për ne. Është gati pas zvendësueshme në rastin që s'është Broja. Po ndoshta mund të bëj edhe një kombinim me pjesëloje. Ndoshta mund të lozi një pjesëloje Broja, i avancuar se ai ka cilësitë e mrekullueshme Broja, atë të shpërthimit, të shpejtësisë, e ka shumë të mirë dhe topin e mban mirë. Kështu që ai mund ta ndaj lojën në dy pjesësh në varësi se si do të shkojë loja. Gjithçka kondicionohet nga ecëria që do të kemi në ndeshje. Aq më tepër që ndoshta mund të mendoj edhe shtesën, edhe Broja freskët. Po, se kjo është ndeshje kur thon për jetë vdekje. Këtu përcaktohet gjithçka, këtu s'ka më barazim. Këtu është njëri do të largohet se s'bën. Një ndeshje ndoshta na favorizon duke i mos qenë dy, se aty sigurisht thatë ju për jetë vdekje, po në Poloni vërtet ata kanë atë presionin e fushës, edhe fakti që pritet shumë për të shkuar në botror nga ata, ndryshe nga ne që e kemi për të parë, po na disavantazhon ndoshta ana teknike i çik sepse janë më lart ata, edhe faktori fushë që kanë tifozët, përveç presionit, po luhet në fushën e tyre. Tani ne duhet jemi realistë, patjetër që ne jemi shqiptarë dhe jemi më shumë se ne s'është asnjë interesuar që ne të shkojmë në botror. Po kemi parasysh që është një ekip që ndër vite ka arritur edhe në treshën më të mirë të botës, është kualifikuar 10 herë nëpër botrore, është me shumë traditë. Dhe sot ka element tepër të veçantë, element që luajnë në klubet më të mira të Europës sot. Të jemi realistë. Dhe fizikisht, po të shikosh, ata janë më të lartë se ne. Ekipi polak është edhe fizikisht më i lartë se ne. Kështu që nuk është ndeshje e lehtë për ne, është ndeshje e vështirë. Është ajo që thatë ju, që janë dy anë. Njëra anë është që ata kanë favorin që janë në fushën e tyre dhe do të kenë mbështetjen e publikut. Po në momentet që diçka nuk shkon mirë, ashtu siç kërkohet nga publiku, ky është në favorin ton, pasi ata do jenë nën presion. Do të jenë në presion e publikut. Ata e duan me domosdo duke qenë në fushën e tyre, dhe sa ne duhet jemi tepër të kujdesshëm. Ne duhet jemi shumë të matur, të kemi një mesfushë të përforcuar, është shumë e rëndësishme, dhe mbrojtja që për mua është konstante. Ai nuk duhet ta ngacmoj këto Hysa, Gjimshiti, Ismaili edhe Mitajn, me kaçën e mesdit fushës që pak a shumë dihet, të paktën sipas meje. Sheu, Aslani dhe Laçi nuk mund t'i ngacmosh. Ju dy element që e thatë luftën në ajër që janë mirë ata, pra ndoshta kjo si jemi ne te kjo pjesë, dhe së dyti tek mesfusha e përforcuar, ka shanse që të kemi në ndryshime ta bëjmë me 5? Po, ne mund ta luajmë edhe me 5, edhe me 4, dhe 4-4-2 është një vendosje shumë e mirë, po Ismaili duhet të kthehet se s'bën në qendër të mbrojtjes për arsye se është i lartë. Është mirë në lojën e ajër, dhe Gjimshiti është lojën e ajër, me që ata janë të tillë. Është binduar me Lewandowski. Po, unë them që mbrojtja është mirë. Dhe nëse luajnë siç thash me këto dy para, me dy mesfushorë që janë më afër në ndihmë me Shehun dhe me Laçin, ndoshta edhe me Aslani, po Aslani ka cilësira shumë të mira, është shumë mirë në pasin fundor. Dhe është mirë ta përdorim pak para tyre, pasi godet mirë në port dhe e fut topin është i mirë për asistet. Kështu që ndoshta në varësi të tij, nuk e di, do të jetë Mehmeti, ku do ta luajë Mehmetin, apo do të luajë Brojën, kjo është në dorën e trajnerit. Dhe ne nëse forcojmë këtë, të paktën të kemi 7 lojtarë në momentin mbrojtës, jo ekipi në mbrojtje, jo